Përshëndetje shikuesve të Monitor, jemi në një episod të ri të podcastit ton Business Plus dhe do të flasim sot për kolonën e dytë të pensioneve. Për tretin vit radhazi Banka e Shqipërisë në rekomandimet e saj për projekt buxhetin ka përmendur nevojën për të ngritur dhe për të nxitur skemat suplementare të pensioneve, konkretisht kolonën e dytë dhe kolonën e tretë. Për të folur rreth këtyre çështjeve kemi të ftuar në podcastin ton zotin Elton Korbi, që është kryetari i shoqatës së shoqërive të sigurimit të jetës dhe fondeve dhe shoqërive administruese të fondeve të pensioneve dhe investimeve. Përshëndetje zoti Korbi, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën dhe faleminderit për trajtimin e kësaj teme mjaft delikate në Shqipëri dhe aktuale njëkohësisht. Së pari për ta shpjeguar për publikun e gjerë, çfarë është kolona e dytë e pensioneve? Siç e dim, pensionet janë të organizuar në 3 shtylla kryesore në bazë të klasifikimit të OECD-s, po edhe institucioneve tjera financiare ndërkombëtare. Kolona e parë që ka të bëjë pikërisht me pensionin shtetëror, që zakonisht dhe përgjithsisht është në formën pay as you go. Domethënë është pensioni i brezave, ne paguajmë për pensionistët që janë sot në pension dhe pensionin tonë dhe paguajmë brezat që do vinë, brezat e ardhshëm. Është kolona e dytë që në Shqipëri nuk është e aktivizuar, që është pensioni nga punësimi, që është pension zakonisht i detyrueshëm dhe menaxhohet në mënyrë private nga shoqëritë e licencuara dhe mbikëqyrura. Dhe është kolona e tretë që ka të bëjë me pensionin privat vullnetar, që patjetër janë institucione të licencuara dhe mbikëqyrura nga autoritetet përkatëse dhe funksionon në mënyrë vullnetare, ku çdo kush në formë individuale apo të organizuar kontribon në një fond pensioni që zgjedh për të hyrë dhe për të bërë antar. Megjithatë duhet theksuar që vitet e fundit kolona e dytë dhe kolona e tretë nuk ka një ndarje aq të mpret, po them. Janë përafruar me njëra tjetrën, po të shikosh, dhe disa vende e kanë bërë që kolonën e dytë të detyrueshme e kanë bërë për një biznes saktuar, për një madhësi biznesi saktuar apo një numër që ka një numër punojësish saktuar. Ndërkohë për pjesën tjetër është lënë vullnetare. Domethënë është bërë një kombinim midis shtyllës së dytë dhe shtyllës së tretë. Në këtë koncept duhet të theksuar që domosdoshmërisht për çdo kënd shtylla e dytë mund të jetë e detyrueshme. Mund të jetë për një pjesë saktuar, me të ardhurat saktuara që kanë një profesion saktuar, dhe pjesa tjetër lihet për kolonën e tretë që mund të jetë vullnetare në bazë një skeme të saktuar nga shteti apo të rentuar nga shteti. Siç e shpjeguam, kolona e dytë nënkupton kontributin në një fond pensionesh privat, por e parashikuar kjo në mënyrë të detyrueshme, pra me ligj. Po, mund të jetë për një pjesë e detyrueshme, siç thash, që mund të jetë në mënyrë kontributet mund të bëhen nga punëdhënësi, mund të bëhen nga punëmarrësi, po zakonisht janë të kontributet përbashkëta midis punëdhënësit dhe punëmarrësit, por janë detyrueshme me ligj për gjithë apo për një pjesë të caktuar biznesesh, që përcaktohen patjetër në legjislacionin përkatës. Si mund t'i adresoj kolona e dytë ato problematika ose sfida që ka sot sistemi i pensioneve në Shqipëri? Pra, e thënë thjesht, si mund të ndihmoj kolona e dytë për të siguruar një skem pensionesh në tërësinë e vet më të shëndosh. Siç kemi thënë edhe herë tjera, pensionet aktualisht funksionojnë në 2 shtylla. Në shtyllën e parë, shtetërore, dhe në atë të tretë. Do të thotë që nuk është e plot e gjithë skema pensionale në Shqipëri. Duhet patjetër të aktivizohet shtylla e dytë. Në forma se si mund të bëhet janë ndryshme, patjetër, ka modele të ndryshme se si mund të aktivizohet kjo shtyllë. Megjithatë, mendoj që ka ardhur koha për ta vlerësuar si model dhe për të parë se si mund të aplikohet edhe në Shqipëri. Nuk duhet të harruar që shtylla e dytë e pensioneve ndihmon shtyllën e parë të pensioneve, patjetër edhe shtylla e tretë ndihmon. Megjithatë, shtylla e dytë është mbështetja kryesore për shtyllën e parë të pensioneve. E rëndësishme për dikë që del në pension është burimet e të ardhurat që do ketë gjatë pensionit. Aktualisht ato kanë vetëm një burim, që është patjetër shtylla e parë e pensioneve, është shtylla kryesore që është në Shqipëri. Duke aktivizuar shtyllën e dytë, po edhe shtyllën e tretë nëse ai do të kontribojë, bën që nesër mos i bëhet barr qeverisë, por të ketë 2 pensione apo 3 pensione. Në këtë mënyrë, pikërisht ajo që quhet edhe shkalla e zëvendësimit, do të thotë të ardhurat para pensionit dhe ato që janë gjatë pensionit
të jetë sa më afërt, të ketë të ardhurat mjaftueshme që ai të ruaj një standard caktuar jetese që ka bërë edhe para se të dalë në pension. Kështu që aktivizimi i shtyllës së dytë është mjaft i rëndësishëm për këdo, patjetër edhe në Shqipëri. Një gjë tjetër është që shtylla e dytë e pensioneve nuk do korri të ardhurat menjëherë. Patjetër nëse ajo fillon të aktivizohet sa më shpejt edhe në Shqipëri, do doj kohë që të ardhurat e kësaj shtylle të fillojnë të japin frytet, po themun, për atë pensionist. Sepse do filloj sot kontributin dhe ai do filloj ta marrë pensionin nga shtylla e dytë pas 10 apo 15 viteve. Kështu që do doj një kohë gjatë dhe pensionistët që do dalin pas 10, 15 apo 20 viteve do kenë 2 apo 3 pensione në të ardhmen. Kështu që do duhet të aktivizohet sa më shpejt që në mënyrë që frytet të korren në një të ardhme të largët. E qartë, flasim për një zgjidhje afatgjatë. Afatgjatë. Duke ju referuar përvojës së vendeve të tjera, duke përfshirë edhe vendet të rajonit, në stadion apo jo, që aplikojnë një kolon ose shtyllë të dytë të pensioneve. Cila ka qenë përvoja dhe cilat kanë qenë rezultatet deri tanishme në informacionin tuaj? Po të referohemi vendeve të rajonit, që pak a shumë ka një ekonomi të ngjashme me atë shqiptare, Kroacia aktualisht nga shtylla e dytë administron rreth 35 miliard euro. Që sot është një shumë maramëndse dhe po të shikosh fondet e pensionit janë investitorët kryesorë në ekonominë e kroate. Do thotë ato investojnë në infrastrukturë apo në projekte zhvillimore të vetë shtetit. Patjetër që një përfitim kryesor në këtë pikë ka dhe qeveria, sepse fondet e pensionit bëhen investitor institucional për të blerë borxhet, obligacionet apo bonet thesarit të vetë qeverisë. Kështu që edhe kostoja e borxhit ulet pasi kanë një blerës, po them, apo investitor pothuajse të sigurt dhe normat e interesit patjetër janë më të kontrolluar në këtë rast. Kështu që mendoj që Kroacia është një model mjaft i mirë. Patjetër rast tjetër mund të jetë Kosova, e cila aktualisht administron rreth 2 miliardë euro. Ajo ka vetëm shtyllën e dytë si trustin e njohur që ka si pension ose shtyllë kryesore. Model tjetër mund të jetë Maqedonia e Veriut, e cila ka të aktivizuar të 3 shtylla dhe në shtyllën e dytë administron rreth 1.5 miliard euro. Kështu që patjetër edhe në këto dy shtete janë investitor kryesor në blerjen e borxhit apo obligacioneve të shtetit të tyre. Dhe në këtë mënyrë ulin kostën e borxhit, si thash, patjetër edhe normat janë më të kontrolluara. Por ka edhe modele tjera, si mund të jetë Hungaria dhe Polonia, të cilat vitet e fundit shtyllën e dytë pensione ose pjesërisht e kanë tërhequr. Kjo ka ardhur për arsye të ndryshme, por nuk është dizenjuar, arsyeja kryesore është që nuk janë dizenjuar që në formimin e tyre në mënyrën e duhur. Dhe kjo bëri për arsye fiskale dhe për arsye ligjore. Kjo bëri që një pjesë e tyre të tërhiqnin ose më saktë ta shtetëzonin këtë pjesën e shtyllës së dytë të pensioneve. Kështu që e rëndësishme për ngritjen e shtyllës së dytë pensione është një studim i thelluar dhe i mirë menduar, qoftë nga ana ligjore, qoftë nga ana fiskale, në mënyrë që ngritja e saj të jetë një model dhe të jetë për një stabilitet afatgjatë si të shtetit, po ashtu edhe të pensionistëve, patjetër do sjellë të ardhur shtesë që të sjellë të ardhur shtesë për vetë antarët. Një gjë tjetër që duhet theksuar është që edhe kthimet kanë qenë goxha të mira edhe në këto shtete. Në Kroaci, kthimet mesatare kanë qenë ndërmjet 4 dhe 6% neto për antarët nga shtylla e dytë. Në Kosovë kanë qenë mbi 5%. Patjetër që ka një strategji investimi pak më riskioze pjesa e Kosovës, siç e dini. Kështu që por janë të rëndësishme që patjetër të kemi fonde dhe pastaj regulatorët mund vendosin edhe kufizime se ku duhet të investohen të fonde, patjetër duke qenë detyrueshme, sa rikoze duhet të jenë fondet e pensionit në shtyllën e dytë dhe kështu me radhë. Kështu që regulatorët kanë një rol mjaft të rëndësishëm, patjetër ligjvënësit dhe regulatorët kanë një rol shumë të rëndësishëm për ngritjen dhe mirëmbajtjen e vetë shtyllës së dytë pensioneve. Në fakt qeveria ka paralajmëruar një rishikim tjetër të skemës së pensioneve me shumë të ngjarë vitin e ardhshëm dhe besoj që kolona e dytë është një nga opsionet në tryezë. Një nga shqetësimet ose dilemat kryesore kur mendohet për një kolon të dytë është mënyra e financimit apo jo. Duhet sakrifikuar diçka nga kontributi detyrueshëm për skemën e parë apo duhet shtuar pak barra pastaj për kontribuesit, qoftë punëdhënës apo
punëmarrës, çfarë sugjerojnë modelet në këtë pikë? Ka disa modele që mund zbatohen. Patjetër që qeveritë ndryshme kanë zbatuar në mënyra të ndryshme. Rasti i Maqedonisë së Veriut është pikërisht kjo që është zbritur kolonës së parë pjesa e kontributit të qoftë nga punëdhënësi, qoftë nga punëmarrësi dhe është kaluar në shtyllën e dytë. Por nuk duhet të harruar që shtylla e dytë, ndryshe nga shtylla e parë, është skemi individuale pensionesh. Kushdo kush kursen për veten e tij, ndryshe nga shtylla e parë, të cilat siç e shpjegova më lart është shtyllë brezash, do të thotë që ne kontribuojmë për pensionistët sot dhe pensionin tonë dhe kontribuojnë brezat që do vinë. Ndërkohë që shtylla e dytë dhe shtylla e tretë janë në skema individuale, secili kontribon për veten e tij. Kështu që ai pastaj ka të sigurt që kontributet e tij janë investuar në atë fond pensioni që ai apo ajo ka zgjedhur dhe do i korri në moshën e pensionit apo siç është përcaktuar në legjislacionin përkatës. Patjetër edhe ne kemi sugjeruar që të ndiqen modele të tilla, në mënyrë që mos i bëhen barë shtyllës parë, mund të ketë modele me rritje graduale të kontributit, duke filluar me një përqindje të caktuar shumë vogël, që mund të jetë qoftë të zbritet nga shtylla e parë apo të shtohet punëdhënësit apo punëmarrësit, dhe me afrimin e viteve, me kalimin e viteve të jetë një përcaktim i qartë se sa do jetë dhe çfarë synimi kam për të arritur në 10 vjeçarin e ardhshëm. Dhe pikërisht kjo rritje e kontributit jetë graduale, në mënyrë që mos të rëndoj në shtyllën e parë apo mos i rëndoj dhe punëdhënësve apo punëmarrësve. Por të ketë një qëndrueshmëri dhe të ketë një kthim të moderuar, por të ketë një siguri deri diku të mirë për vetë fondet që të investohen në mënyrën e duhur. Për të folur pak për praktikën e deri tanishme, pra të tregut shqiptar, për atë që lidhet me fondet private të pensioneve, siç e thatë dhe ju kemi ekzistuese një kolon të tretë, por që në tërësinë e vet ka ende për masa relativisht modeste, apo jo kemi afërsisht 50.000 kontribues, diçka më pak dhe më pak se 100 milion euro asete neto pra të administruara nga shoqëritë administruese të fondeve të pensionit. Cilat janë shkaqet që kolona e tretë në Shqipëri po vuan pak të masivizohet? Si e dini, në 2023 u miratua një ligjëri për pikërisht për shtyllën e tretë pensione, për pensionet private, që solli goxha risi, të them drejtën, edhe nga pikpamja administrative, regulative, por edhe fiskale. Pati një përmirësim të aspektit fiskal, u rrit pjesa e kontributit e cila përjashtohej nga tatimi, si për punëdhënësit ashtu edhe për punëmarrësit. Megjithatë, siç e theksuat dhe ju, sot janë rreth 48.000 antar që bëjnë pjesë në 4 shoqëritë administruese që administrojnë fonde pensioni, afërsisht 100 milion euro asete në administrim. Pothuajse gjithë shoqëritë investojnë vetëm në instrumenta të shtetit shqiptar, në obligacione të shtetit shqiptar, që kanë një kthim të mirë, me thënë drejtën. Rreth 4.5%, 5.5%, midis këtyre shifrave variojnë në kthimet neto për investitorët, që me shumë të vogla sigurojnë një kthim të mirë për tregun shqiptar dhe për instrumentat në të cilat ato investojnë, duke qenë instrumenta me risk ulët, pothuajse me risk zero të qeverisë shqiptare, kështu që patjetër ka sjell disa risi. Megjithatë nuk janë mjaftueshme. Të them drejtën, kishim pritshmëri pak më të larta lidhje me rritjen e numrit të kontribuesve të ri në fond pensioni. Ajo që ndodhi për shoqëritë, paktën nga ajo që vërejmë deri më sot, kanë rritur kontributin ata që sot janë antar, për të përfituar pikërisht nga përjashtimi i dhënë nga ligji. Ka antar të ri, patjetër, siç keni vënë re nga statistikat e publikuara nga autoriteti i mbikëqyrjes financiare, ka rritje të kontributeve, ka rreth 11%, gati 12% të rritjes së aseteve neto nga fillimi i vitit. Megjithatë nuk është mjaftueshëm. Çfarë mund bëjë qeveria? Patjetër do të rrisi pikë pari përfitimet fiskale të cilat çdo antar i fondit pensionit, flas me antar jo vetëm individët, por e punëdhënësit, ketë incentiva reale fiskale për çdo shoqëri të cilët antarson ose bën pjesë në një skemë pensioni punojësit e tij. Kjo do të jepte një incentiv tjetër shtesë punëdhënësve, pak si aktualisht vetëm një si shpenzim pjesa e kontributit në fond pensioni, por mund të ketë incentiva tjera fiskale
për aq kohë sa ai kontribon apo antarëson punonjës të tjerë. Për ta shpjeguar pak më konkretisht, aktualisht ka një njohje të kontributit si shpenzimi i zbritshëm pra nga tatimi deri të lidhur me vlerën e pagës minimale mujore apo jo. Dhe normalisht me rritjen e pagës vitin e ardhshëm do të rritet edhe shuma e përjashtuar nga tatimi për ta thjeshtuar për ta thjeshtuar. Nga viti i ardhshëm po flasim për që do të arrijë tek një shumë afërsisht 600.000 lekë, 5.000 lekë në muaj do jetë paga minimale nga janari, kështu që në vit që përjashtohet nga tatimi qoftë për punëmarrësin, qoftë edhe për punëdhënësin që mund të kontribuojë për punëmarrësin. Në këndvështrimin tuaj cilat mund të jenë incentivat alternative ose incentivat e tjera që mund t'i shtyjnë më shumë njerëzit drejt këtij investimi? Për individ, për kompanitë të cilat bëjnë pjesë punëdhënësit, punëmarrësit e tyre në skemat e pensionit privat, mund të jetë incentiv fiskale direkte. Tatimi mbi fitimin mbi për atë kompani mund të jetë më i ulët sesa për kompanitë e tjera. Kështu që në këtë mënyrë ai do kishte një përfitim fiskal. Njoja thjesht si shpenzim, janë disa shpenzime që ai mund të bëjë dhe do i njihen si shpenzim vetë kompanisë. Nuk është një incentiv. Nëse do i shpenzonte për diçka tjetër, prapë do të njihen si shpenzim. Një propozim që bëm atëherë kur diskutua dhe ligji ishte që shpenzimi që bën për kontributet në fond pensioni, punëdhënësit i njihen si shpenzim dyfishi i atyre që kontribon. Do thonë nëse do kontribuonte 5.000 lekë për atë punonjës, si shpenzim të njihen 100.000 lekë. Dhe në këtë mënyrë indirekt do profitonte, se të rriteshin shpenzimet dhe tatimi do ishte më i ulët. Kështu që ka disa forma të cilat mund të incentivojnë. Formë tjetër, patjetër mund të jetë kontributi direkt i qeverisë. Nëse ti kontribon një shumë caktuar në fond pensioni, në skema të organizuara nga punëdhënësi, shteti mund të derdhë një pjesë të kontributit shtesë. Do derdhë 10.000 lekë, qeveria do derdhë 1.000 lekë, treja. Që mund të jetë kontribut direkt, pra që kohë sa ti do qëndrosh në skemë. Dhe patjetër, kontributin e qeverisë ti nuk mund ta tërheqësh edhe nëse të rriqesh para kohë. Kështu që ka disa forma direkte apo indirekte të cilat mund ta incentivojnë realisht të skemë për ta bërë sa më masive. Dhe në këtë mënyrë edhe pasja një shtyllë e dytë, nëse shtylla e tretë do jetë masive dhe do rritet mjaftueshëm, ndoshta nuk do ishte e nevojshme. Problemi është se nuk ka incentiva të tilla dhe bëjnë që shtylla e tretë jetë shumë e vogël në asete. Aktualisht janë rreth 6.5% ku janë kontribues në krahasuar me ato që janë sponsoruar në skema publike. Është një shumë depërtimi shumë i ulët. Është penetrim depërtim shumë i vogël në skemë. Në skemat të janë qëndrueshme duhet që jo më pak se 10% e forcës punës, atyre që janë të punësuar, të kenë patjetër edhe një pension privat në shtyllën e tretë në rastin konkret. Ndërkohë për të qenë pak më i qartë edhe për kthimet për përfitimet nga investimi në fondet private të pensioneve, ju e përmendët pak më herët, aktualisht fondet investojnë pothuajse tërësisht në instrumente borxhit të qeverisë shqiptare, kryesisht instrumente afatgjat, pra për të siguruar kthime pak më të larta, edhe nga natyra që kanë, po themi, fondet e pensionit. Pra aktualisht cilat janë përfitimet që garanton investimin në një fond pensioni në kuptimin e kthimeve vjetore? Deri në 5%, 5.5%. Po, vitin e kaluar shkuan deri në 5.5% kthimet neto në fondet e pensionit. Siç e tha dhe ju, ato investojnë kryesisht në instrumente afatgjat të borxhit të qeverisë shqiptare, kryesisht në obligacione 20 vjeçare apo 15 vjeçare, që kanë një kthim të mirë, them drejtën, të vetë instrumentave, të cilat ne investojmë, sepse siç e dini gjithë fondet e pensionit duhet të investojnë fondet në instrumente afatgjat për shkak të vetë natyrës së investimit, sepse pensionet janë janë për investim afatgjat. Bilez nuk ka instrumenta aq afatgjat sa duhet dhe kemi një hapësirë, një gap midis atyre që mund të investojmë dhe atyre që ofron vetë qeveria. Do të thotë që nëse një dikush ose një mesatare do dalin pension për 30 vjet, ne investojmë në instrumenta 20 vjeçare. Domethënë ngelet një 10 vjeçar bosh
dhe mas 20 vitesh të detyrohemi të reinvestojmë fondet e atij grupi në mënyrë që kur dalim pension të kemi disponibil në kohë për të shpërndarë pikërisht pensionistëve në atë kohë. Kështu që po të kishte instrumente akoma më afatgjatë që patjetër mund të kenë edhe norma kthimi më të mira, ashtu si janë modelet e huaja, se realisht kanë instrumente afatgjatë kryesisht për investitorë institucional, siç janë edhe fondet e pensionit. Patjetër që ne do i blinim dhe do kishim akoma norma kthimi më të larta për vetë antarët. Përfitim tjetër, siç e dim, përveç normës kthimit, patjetër që një faktor i rëndësishëm në fondet e pensionit privat është transparenca. Çdo antar në fondet e pensionit në Shqipëri pajisjet me një kod, një username dhe një password, të cilat logohet dhe mund ta monitoroj online në çdo moment llogarinë e tij të pensionit privat, sa shuma, sa janë kthime ditore, mund nxjerrjet llogarisë së tij, mund nxjerrë çdo dokument me firmë elektronike, po nga llogaria e tij. Kështu që mund monitoroj online çdo gjë që ndodh me fondet e pensionit. Mund shoh fiksimet që nga antarësimi apo 12 muajt e fundit. Kështu që transparenca është maksimale dhe kjo është një faktor i rëndësishëm në fakt që luan në tregun shqiptar. Ne jemi mjaft transparent për gjithë antarët. Dhe kjo ka fituar tek ne realisht besueshmëri. Transparenca është një nga gjërat që ne e vlerësojmë dhe patjetër japim shumë rëndësi për të operuar në tregun shqiptar. Gjithashtu e rëndësishme është që fondet e pensionit privat janë trashëgueshme. Çdo antar, qoftë gjatë kohës akumulimit apo edhe gjatë kohës marrjes pensionit, nëse humbi jetën, të gjitha fondet e akumuluara bashkë me interesat i kalojnë trashëgimtarëve pa penalitet. Kështu që një farë kuptimi, fondi i pensionit është një llogari kursimi afatgjatë për një qëllim të caktuar dhe nuk mund të humbasin, pasi edhe nëse antari ndron jetë, trashëgimtarët pas plotësimit të dokumentacionit ligjor mund t'i tërheqin fondet e pensionit pa penalitet. Kështu që është një avantazh goxha i mirë dhe i jep një farë sigurie vetë skemës pensionit privat. Dhe një element tjetër mos gabohesh përjashtimin nga tatimi dhe në momentin e përfitimit, të paktën për pjesën e kontributit apo. Po, me ligjnëri, nëse në gjatë kohës pensionit, si e dini, pensionin privat ndryshe nga pensioni shtetëror, mund të fillosh ta tërheqësh edhe 5 vite para moshës ligjore të pensionit, kjo pikërisht për të plotësuar atë mungesë të ardhurash, ose më saktë gjatë 5 viteve të fundit njerëzit fillojnë punojnë më pak dhe pikërisht për të balancuar atë mungesë të ardhurash nga puna e plotësojnë nëpërmjet pensionit privat. Dhe nëse ata e tërheqin në një formë pensioni të shpërndarë në të paktën 24 muaj, në të paktën 2 vjet, ata nuk tatohen për kontributin që kanë bërë qoftë nga punëdhënësi, qoftë nga paga e tyre, por tatohen vetëm për interesat e marra gjatë kohës së investimit, gjatë kohës së akumulimit. Kështu që është një tjetër avantazh që pak vende e kanë, dhe një ndër to jemi edhe ne, dhe besoj do japi një shtysë më teshme investimit dhe antarësimit në fondet e pensionit privat në Shqipëri. Po ju e thatë, fondet e pensionit në Shqipëri sigurojnë kthime mjaft të kënaqshme në raportin mes përfitimit dhe riskut, apo jo jemi tek niveli 5% deri në 5.5% në disa raste, çka është e lidhur kuptohet edhe me kthimet që sigurojnë instrumentet, pra ku fondet investojnë në obligacionet e qeverisë shqiptare. Megjithatë, në politikat tuaja të investimit dhe në kuadrin regulator ju keni hapësira edhe për ta diversifikuar pak nëse shihni të arsyeshme portofolin e investimeve. Mendoni që mund të ketë hapësira në afat të shkurtër të paktën për një diversifikim, apo fondet do vazhdojnë të mbështeten kryesisht tek obligacionet qeveritare? Mendoj që ka hapësirë. Nga pikpamja ligjore dhe rregullatore ka hapësira dhe na lejojnë për të investuar patjetër edhe në instrumenta jashtë Shqipërisë. Megjithatë, fondet zakonisht edhe pensionit zhvillohen duke filluar nga fondet bazë. Fillohet me një fond bazë, siç është ajo që gjithë fondet kanë aktualisht, dhe më pas me zhvillimin e tregjeve, qoftë huaj apo edhe në Shqipëri, në të ardhmen mund të kemi bursa, mund të kemi zhvillim të tregut kapitale, pasi një nga faktorët kryesor
të fondeve të pensionit është pikërisht qëllimi qoftë në shtyllën e dytë apo edhe në shtyllën e tretë private, vullnetare është zhvillimi i tregjeve të kapitalit, sepse do akumulohen aq shumë fonde, qoftë nga shtylla e dytë, qoftë nga shtylla e tretë, sa të kërkojnë instrumenta të tjerë për të investuar. Nëse nuk ka vendi, siç është Shqipëria, atëherë do të kërkojnë për të investuar edhe jashtë, për të siguruar një diversifikim të mirë, një kthim të mirë apo të moderuar apo edhe më shumë të rrezikshëm, po patjetër për t'i dhënë një garanci dhe një siguri financiare në të ardhmen atij që do marrë pensionin. Mendoj që në të ardhmen jo fort largë do ketë fonde, do hapen fonde të reja, pasi fondet ekzistuese do vazhdojnë të jenë për ata që duan një siguri, një risk të ulët dhe një kthim të moderuar në fondet e pensionit, që është 5%, por mund të hapen fonde tjera të cilat do investojnë me rrezik pak më të lartë, por do kenë kthime më të larta. Patjetër që do kenë luhatje normash pak më të lartë, por në afat gjatë ato mund të kenë kthime mesatarisht më të mira. Kështu që në të ardhmen jo fort largë do kemi fonde të cilat do investojnë patjetër brenda kuadrit rregullator dhe të miratuar nga autoriteti mbikëqyrjes financiare, por që do kenë do përfshin investimin në instrumenta edhe jashtë vendit. Për të filluar një fond tillë, patjetër që do të kesh një grup investitorësh apo antarësh të caktuar, pasi për të bërë investime jashtë do të kryhen nëpërmjet brokerave të ndryshëm për të marrë pjesë në blerjen e obligacioneve të huaja apo aksioneve, varësi të fondit dhe të politikës së investimit që vetë fondi do ketë. Kështu që do të ketë një bazë investitorësh të caktuar, të cilët do pranojnë të marrin ato lloj risku dhe do pranojnë një kthim mesatar pak më të lartë në afat gjatë patjetër. Kështu që në të ardhmen shpresoj dhe besoj që do kemi fonde që të tilla që do jenë brenda kuadrit rregullator, por që do kenë do sjellin një diversifikim më të lartë të mënyrës së investimit të fondeve të pensionit në Shqipëri. Ju faleminderit. Faleminderit për intervistë.